Spaku do punoj për Edi Ramën, sepse Rama i ka thënë që keni të sigurt nga ana ime, po mora mandat që ju do të plakeni në Spak, sepse më keni shërbyer në mënyrë të denjë. Pra mund ta bëjnë edhe Spaku 4 mandate. Po, Spaku do të dalë, pra, Dumani do dalë nga Spaku në pleqerinë e tij. Kraja në pleqerinë e tij, Millonaj në pleqerinë e tij, vetëm të punojnë për Edi Ramën. Po punon për Edi Ramën, rrugën e ke në pleqerinë edhe të dalin në pension, si puna e atërshme që gjithë prokurorët dilshin në pension, vetëm në rast se kryetaria së të kohë Enver Hoxha i pushkatonte. Ajo ishte koha e komunizmit. Në rast se si prokuror dilje kundër partisë, armiku i popullit. Në rast se ishe pro partisë, njeriu i ndershëm. Edhe një pyetje të fundit kam, në shumicën e bisedave që ne kemi bërë, sigurisht thash pak më lart ju jeni kritik me argumenta për Spakun, por ajo që nuk kemi përmendur rrallë ka qenë Byroja Kombëtare e Hetimit. Nisa t'ju bëj këtë pyetje edhe nga fakti që gjatë kohës që po flasim ka një mësymje në një biznes të madh, por raportohet nga një pjesë e medjave në qytetin e Elbasanit. Ju këtë strukturë shikoni edhe në moment që keni folur për Spakun, e keni parë si njësh me prokurorin e posaçme, apo ka atë pavarësinë e vet? Tani kur flet për pavarësi tek institucionet që drejtohen nga militantë të Partisë Komuniste, është qesharake. Nuk ekziston fare pavarësia, sepse mos harrojmë faktin, zonja që drejton Byrojën Kombëtare të Hetimit dhe vetë ka emrin Byroja Kombëtare e Hetimit, është si është Byroja Partisë Punës, e kupton, e tmerrshme. Edhe në emërtim është skandaloze, ka qenë zëvendës drejtoreshe e Policisë së Shtetit. Pra, atashuar në përzgjedhjen e kryeministrit të vendit që vjen nga radhët e Partisë Socialiste. Drejtori i ri nuk e di kush është. Dikush do futet avokat, se kështu ne biem gjithë tanët. Jo, nuk është kështu si thua ti. Pastaj kryetari i Spakut, Arben Kraja, njeri i cili ka qenë prokuror i komunizmit dhe ka dënuar në kohë demokracie, ardhur demokracia dhe nuk priti në padurim njerëz për shkak të moralit të partisë. Pra etja për të bërë të bukurin dhe të mirin, etja për të groposur njerëz në përburgje, është pikërisht kjo, pra është treguesi i qartë që jemi përsëri në kushtetutën e 1976 dhe pavarësisht se jemi në 2025-ën. Ktu e ke. Pra do të thotë vetëm këto dy gjëra, pra kush drejton Byrojën Kombëtare e Hetimit që është Byroja Kombëtare e Partisë, dhe kush drejton për herë të parë Spakun, çfarë të lidh ty? Pavarësia, të lidh partia. Pra, më thua jam skeptik, po normale do jem, se unë nuk pranoj që një person i cili ka shërbyer komunizmin të më vinë në një reformë e të ndryshoj unë, që s'kam qenë kur gjyqtar dhe prokuror dhe mund të bëhem, po nuk ndryshon ai që ka qenë tek llumi aty brenda dhe më del si një reformator i pastruar dhe i vetpastruar. Dhe përveç kësaj, nuk mund kur të jetë një pavarur, një kryetar ose një antar i komisionit pavarur të kualifikimit dhe sot e kishe nga AKU-ja edhe nesër e kishe mos gaboj kandidat për deputet Partisë Socialiste. Çfarë është kjo hetje e madhe për të qenë deputet? Jeta do vazhdoj, karriera vazhdon avokat, një formë. Karriera politike nuk ka pse të vazhdojë ndaj një personi të drejtësisë. Dhe ndaj një personi që shfaqej si po bënte pavarur veprimtari, edhe ishte i mbështetur nga partner amerikan, të cilët një ditë nuk kanë shkelur nëpër sallat e gjyqit të shikojnë realitetin me sy. Pra, mënyra se si është proceduar, mënyra se si është arritur ky procedimi, ose më mirë, kjo procedurë e reformës në drejtësi, është qesharake. Pra, të gjithë këta kanë ardhur nga koha e regjimit dhe nuk mundet kurse si të pranoj unë në një moshë të tillë dhe të tallem me qytetarët shqiptar, të pranoj një reformë drejtësie që prodhon padrejtësi, duke u kënaqur unë sepse Spaku arrestoka politikan të korruptuar. Po ky është një dëm për mua, se nesër ata të dalin të pafajshëm, dëmin do ta pagoj unë.
S'do ta pagojnë ata, se ata do thënë unë po ikin nga ky vend, se s'bëhet ky vend. Dhe e ke pa rastin, thënë ky vend nuk bëhet. E ke dëgjuar edhe këtë. Pse nuk bëhet? Sepse pikrisht janë këto figura, këto fytyra që e kanë bërë që nuk bëhet, që nesër ta tashojnë pra një partie politike, du na uhiqur neve sikur këta sikur ishin të pavarur. Prandaj nuk e besoj këtë drejtësi në respektin e reformës në drejtësi. Prandaj them që kjo reform ka shpikur gjyqtarët noter dhe ata të cilët besojnë se janë gjyqtar dhe prokuror duhet t'i binden vetëm kushtetutës pas 1998 në 145 të kushtetutës dhe t'i nënshtrojnë kushtetutës dhe ligjeve të kësaj republike dhe jo porosive të ignorancës dhe të njerëzve të cilët nuk e kuptojnë se ku dhe si prodhohet drejtësia e vërtet dhe reale për vendin tonë. Avokat, faleminderit shumë për bisedën, për analizën dhe për bashkëpunimin në këtë rubrikë të re drejt zgjedhjeve të 11 majit. Të falenderoj edhe ju për ftesën.